Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmëve 21 minuta. Një vrasje e rënd ka ndodhur në fshatin Restelic të Dragashit, ku dyshohet se djali 30 vjeçar FB e ka vrarë nënën e tij 60 vjeçare TB. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit të sotëm. 30 vjeçari, i cili dyshohet se kreu vrasjen, është arrestuar nga policia dhe është ndaluar për 48 orë. Kështu deklaroi drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit Faton Alia, i cili tha se viktima ka pasur lëndime në gjithë trupin, por që në vendin e ngjarjes nuk janë gjetur mjete të forta apo armë. Rasti i rënd që ndodhi në fshatin e Restelic të Dragashit, ku një grua dyshohet se u vra nga i biri, tronditi vendin. I dyshuari përfundoi në prangat e policisë, ndërsa trupi pa jetë u dërgua në IML për obduksion. Rreth orës 1 të mëngjesit ditës sotme kem pranuar një njoftim përmes telefoni se mund të jetë një person i vdekur në një familje në fshatin Restelic. Njësitë tona kanë shkuar në vendin e ngjarjes, e kanë hasë në shtëpi viktimen, femën e Kosovës, i dyshuar për këtë rast sipas hetimeve të cilat janë bote i tash, është djali i saj rreth moshës 30 vjeçare. Sipas drejtorit të policisë për rajonin e Prizrenit, në vendin e ngjarjes nuk është gjetur mjeti dyshim, qoftë mjeti fort apo armë. Sipas tij, dyshimet janë se një konfrontim fizik apo përmes duarve ka çuar në vdekjen e viktimës. Alia thekson se viktima e moshës rreth 60 vjeçare ka pasur lëndime në pjesë të ndryshme të trupit. Dyshimet janë si, do të thotë, me ndonjë konfrontim fizik, ka ardhur me duar të thata të lëndimet me pasojë të vdekjes. Vlen theksohet se kjo familje është 4 anëtarëshe, por në momentin kritik kur ka ndodhur ngjarja apo incidenti, në familje kanë qenë vetëm viktima, nona edhe djali. Drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit Faton Alia deklaroi sipas raportimeve mjekësore që janë kryer sot, ekzistojnë dyshime se i dyshuari ka probleme të shëndetit mendor. Por raportet mjekësore cilat janë gjetë nga hetuesit aty, po ashtu vizita mjekësore specialistike që është bërë sot në spitalin e Prizrenit e konstatoi një gjë të tillë, sepse ai dyshimet janë se ka çrregullime psiqike. Edhe prokuroria themelore në Prizren ka njoftuar për këtë vrasje të rënd për fshatin Restelic të Dragashit. Bazuar në të dhënat fillestare të hetimit, dyshohet se rasti ka ndodhur brenda familjes. I dyshuari F.B dyshohet se ka privuar nga jeta nënën e tij, T.B, duke ushtruar dhunë fizike në shtëpinë e tyre në fshatin Restelic. Nga të dhënat zyrtare të prokurorisë, rezulton se i dyshuari ka pasur çrregullime mendore, si dhe ka qenë më herët i përfshirë në 3 raste penale të dhunës në familje, të trajtuara nga prokuroria në Prizren. Një rast është trajtuar gjatë vitit 2024, ndërsa 2 raste të tjera gjatë vitit 2021. Për këto raste, prokuroria ka ndërmarrë veprimet ligjore përkatëse, ka ngritur akt akuza dhe për të njëjtat raste janë nxjerrë aktgjykime dënuese. Në nderim të 20 vjetorit të vdekjes presidentit historik Ibrahim Rugova, udhëheqësit institucional dhe liderët politik së bashku me familjen e presidentit Rugova bën homazhe tek varri i tij në Velani të Prishtinës. Nga aty u tha se presidenti Rugova bashkoi popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Të pranishëm për homazhe ishin edhe kori diplomatik. Presidentja Vjosa Osmani bashkë me familjen e ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, bën hamazhe tek varri i tij në Velani të Prishtinës për 20 vjetorin e vdekjes së tij. Osmani në fjalën e saj çmoi lart vizionin e presidentit Rugova, vizion i cili edhe sot mbetet udhërrëfyes për Kosovën. Dhe ndërtimit të aleancave me aleatët tonë strategjik brenda familjes euroatlantike, aleanca këto që i ndërtoi presidenti Rugova me një vizion të pashoq. Vizion ky i cili edhe sot mbetet dritë udhërrëfyese për gjithë të cilin prej nesh që e dojmë Kosovën akoma më të fortë dhe e dojmë Kosovën të integruar në strukturat euroatlantike. Gruaja ish presidentit Rugova, Fan Rugova, u shpreh falënderuese për aktivitetet e sotshme në nderim të presidentit historik, Ibrahim Rugova. Falenderoj shumë presidentin Osmani për këtë ceremoni që realizoj për nderin e presidentit historik të Kosovës, presidentit Rugova.
Kurora lullësh në Velani tek varri i presidentit Rugova vendosën edhe udhëheqësia e LDK-s, parti kjo e themeluar nga vetë presidenti Rugova. Djali presidentit Rugova, Uk Rugova, deputet nga radhët e LDK-s në Kuvendin e Kosovës, tha se LDK po vazhdon rrugën e presidentit Rugova. Ju falenderoj edhe një herë për punën e mirë që po bëni në trashëgimin e presidentit Rugova në LDK dhe për të mirën e Kosovës dhe për të vazhduar miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkinë Evropiane. Në këtë 20 vjetor, Rugovën jo vetëm se nderojmë, por e kujtojmë dhe nën kujtimet e tija dhe ëndrrën e tij punojmë vazhdimisht që vendit tonë, Kosovës tonë, t'i japim të ardhmen e merituar, një të ardhme e lirë, me një shtet fuqishëm në familjen euroatlantike. Ibrahim Rugova mbetet shqiptari më i madh i gjitha kohërave. 20 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova e ka përkujtuar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Me vizionin e tij shtetformues, ai kushtoi rëndësi të veçantë forcimit të lidhjeve me Perëndimin, duke kultivuar miqësinë e përjetshme me Amerikën, veprime këto që i kanë paraprirë pavarësisë dhe që vazhdojnë të mbeten themeli vizionit tonë si shtet. Në Velani të Prishtinës, vendi ku prehet trupi i presidentit Rugova, për homazhe ishin edhe lëvizja vetëvendosje. Një merit i jashtëzakonshëm gjithashtu i takon presidentit Rugova për ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare. Morë parasysh se asë kohë pak kush dinte ku ndodhej Kosova dhe për problemet që ballafaqoheshin dhe ai arriti që të deportoj në qendra kryesore botërore duke ndërkombëtarizuar çështjen shqiptare, në anën tjetër gjithashtu duke shpërfaqur terrorin dhe dhunën e Serbisë ndaj një populli të pafajshëm shqiptar. Për nder të 20 vjetorit të vdekjes së presidentit Rugova, kurora lullësh dhe ndërime bën edhe korri diplomatik në Kosovë, duke nisur nga e ngarkuara me puna ambasadën në SBA-s, Anu Pratipati, Jonathan Hargreaves e të tjerët. Fatmir Sejdiu, pasardhës i Ibrahim Rugovës në postin e të parit të shtetit, ka folur në Akademinë përkujtimore që organizua në 20 vjetorin e vdekjes së Rugovës. Ai ka vlerësuar lart figurën e ish-presidentit të Kosovës. Sot bën 20 vjet nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova. Lideri ton politik është shtetënor intelektual dhe human, arkitektë dhe ndërtuesit shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës, të njohur sot mbi 20 shtete dhe tashmë edhe anëtare e shumë organizata dhe institucioneve ndërkombëtare. Presidenti Dr. Ibrahim Rugova, që kur u zot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kishte moto: liri, pavarësi, demokraci. Kosova shteti i pavarur dhe sovran. Kosova në Bashkimin Evropian dhe në NATO, paraprakisht me një administrim civil dhe ushtarak ndërkombëtar, shqiptarët e bashkuar në Evropën e Bashkuar. Të dashur pjesëmarrës, projekti dhe platforma politike e Dr. Ibrahim Rugovës ishte unike në Kosovë dhe më gjërë, pasi bazohen kuptimin e dinamikës së ndryshimeve në arkitekturën ndërkombëtare, në periudhën e rënies së murit Berlinit, të përfundimit të luftës së ftoftë, triumfit të demokracisë po dhe të procesit shkatërrimit Jugosllavisë dhe të luftrave të Serbisë për të pastruar popull jo serb nga vendet e tyre. Platforma për liri dhe pavarësi u përqendruar në vizionin e të kuptuarit të drejtë të dinamikave globale dhe për të integruar ato në hapat, situatat dhe proceset në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se ka marrë ftesë nga presidenti amerikan Donald Trump për ta përfaqësuar Kosovën në bordin e paqes për Gazën si anëtare themeluese. Lajmin e ka bërë të ditur Osmani në një postim në Facebook, ndërsa ka postuar edhe letrën e Trumpit. Jam thellësisht e nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në bordin e paqes si anëtare themeluese, krah për krah me SBA-t në misionin për një botë më të sigurt, ka shkruar Osmani. Komisionarët në qendrat numërimit si dhe kandidatët për deputet në rast se vërtetohet se janë përfshirë në procesin e manipulimit të votave, mund të dënohen deri në 5 vjet burgim, thot ish kryetari i Gjykatës Supreme Feyzullah Hasani.
Sipas tij, për këtë njollë të zezë që i është shkaktuar procesit zgjedhor dhe Kosovës, do të hetohet i gjithë zinxhiri abuzues pa përjashtuar as KQZ-n në rast të ndonjë veprimi që e bën atë përgjegjës. Me Hasanin bisedoi gazetarja Valmira Hoti. Zotri Fejzullau, Kosova është në një proces rinumrimi votash për shkak të manipulimeve që ndodhen gjatë numrimit të tyre herën e parë. Pra, si keni parë këtë çështjen e manipulimit të votave? Procesi në këtë stad të numërimit që mas pakti do duhet priten abuzimet i hodhin njollë të zezë, kontaminoj procesin, dëmtoj procesin, pastaj ndikon sigurisht në shtyrjet e afateve të krijimit të institucioneve, po gjithashtu abuzimi i tillë me votën e qytetarëve është edhe një demotivim i gjithë atyre të cilët janë të gatshëm dalin votu për faktin se ato do të zbrapsen, nuk do të votojnë kur nuk janë sigurt se vota do të shkojë aty ku është vullneti dhe i tyre. Për këtë rast është aktivizuar edhe prokuroria. Çfarë mund të pasojë për abuzuesit, manipuluesit e votave? Ligji thot momentin kur provohet se një kandidat ka abuzu në procesin e votimit me qëllim që të fitoj statusin e deputetit qoftë në asamblen komunale ose qendrore. Ligji thot gjykata ja heq, do të thonë nuk thot mund t'ja heq, po ja heq. Kështu që gjykatës nuk i lënë asnjë mundësi që krahas dënimit t'ia ndalojë edhe drejtën e ushtrimit të as kandidimit për deputet në periudhën prej 1 deri në 4 vjet. Edhe besoj që këtu në këtë drejtim nuk do të ketë kompromis nga ana e gjykatave nëse argumentohet se edhe kandidatët të cilët janë shtu votat kanë qenë të përfshim në procesin e abuzimit. Nga se gjithë ata dolën dhe u deklaruan që ata nuk kanë hise në këtë abuzim, s'paku kështu u deklaruan, edhe nuk mund të them të paragjykoj se janë ose nuk janë të përfshim. Kjo është çështje e procedurave që prokuroria besoj që do t'ja arrijë të argumentoj, të nxjerrë provat, të siguroj provat me të cilën do t'i argumentoj në gjykatë se vërtet edhe kandidatët të cilët janë shtu votat kanë qenë përfshim në ndonjë mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort. Nga se nuk mund absolutisht të abstrahosh ose ta vesh jashtë përgjegjësinë kandidatët të cilët janë shtu votat, saj nuk është i përfshim në këtë. Mi po i thash kjo duhet argumentohet nga se unë nuk përjashtoj mundësinë që ka kandidat që fare nuk kanë ditë për këtë çështje të abuzimit. Çfarë është dënimi qoftë për komisionerët, qoftë për kandidatët për deputet në rast se vërtetohen pretendimet? Shiko, kodi penal parashet dikun afër 12 vepra penale nga kapitulli i vepra penale kundër drejtës votimit. Dënimet maksimumi dënimeve janë 5 vjet dhe për shkak deri në maksimumi deri në 5 vjet. Po, deri në 5 vjet maksimumi deri në 5 vjet burg dhe për shkak të peshës dhe refleksioneve negative që kanë abuzimet me vot, ligjdhënësi, edhe pse dënimet janë 5 vjet të gjitha, këto vepra penale i ka lënë në kompetencë ose në jurisdiksionin të Departamentit për Krime të Rënda. Zotri Fejzullau, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve. Në margjinat të forumit ekonomik botror në Davos, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar takim me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos. Gjatë diskutimit, siç bëhet e ditur në një njoftim për media të zyrës së kryeministrit, u diskutua për progresin ekonomik dhe avancimin demokratik të Kosovës si elemente kyçe në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në takim, gjithashtu u diskutua dhe rreth situatës gjeopolitike, planit të rritjes, bashkëpunimit rajonal dhe aktualitetit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, dhe drejtori i Dhomës së Tregtisë, Kushtrim Ahmeti, kanë shprehur shqetësim se me rritjen e vazhdueshme të çmimeve, jeta e qytetarëve dita ditës po bëhet e papërballueshme. Sipas tyre, rritja e çmimit të energjisë elektrike është faktori kyç për rritjen e çmimeve të produkteve bazë.
Biznesi vitin që lëm pas, vitin 2025 është përballë me sfida të ndryshme, dhe një ndër sfidat më të mëdha që ka qenë të cilën e keni përcjellë ju përmes mediumit juaj, ka qenë çështja e energjisë elektrike. Dhe nëse i shohim të dhënat e Agjencioni Statistikave të Kosovës, e shohim që energjia elektrike është ajo që ka psuar më shumë të rritje dhe është ai stimuluesi më i madh i ngritjes së inflacionit në Republikën e Kosovës. Inflacionin me dhënat preliminare, për shkak se ende nuk i kemi dhënat finale dhe jemi duke i përpunuar mirë, por me dhënat preliminare shifet që në mesatare në Kosovë gjatë vitit 2025 ka qenë në 3.9. Domthonjë që ka kap afër 4%, që është inflacioni më i lartë jo vetëm në rajon, por është edhe në Bashkimin Evropian. Gjithsesi sipas dhënave që kemi mujt mi pa pe Eurostatit, në Bashkimin Evropian mesatare inflacionit është 1.2 deri në 1.7, që është shumë arsyeshme dhe është normale. Kurse tena është shumë e ngritur dhe nëpërmjet këtij inflacioni janë ngritur edhe çmimet. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës janë varfru, që nuk kupton vlera e parave të tyre ka humbur. Çka ka bler vitin 2024 në shport familjare me 500 euro, në vitin 2025 është dashur minimumi 700 euro për shportën e njëjtë familjare. Për shkak se nëse jemi në strukturën e çmimeve sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, e shohim që produktet që më shumë të kanë pësuar rritje janë produktet e konsumit ditor. Dhe pikërisht këto janë ku e kanë varfruar qytetarët e Republikës Kosovës, duke mos e përjashtu edhe prapë siç e thamë edhe te ofrimi i shërbimeve siç është energjia elektrike, tani është edhe çështja e ujit, ku janë paralajmëruar edhe ngritja fakturave të ujit për 40%, po ashtu edhe mbeturinave dhe të gjitha shërbimeve të tjera komunale. Kështu që kjo pjesë e inflacionit nuk do të ndalet me 3.9 ose rreth 4%, mirë po kjo konfliktën që do shkojë duke u vazhduar nëse i shohim indikacionet që kemi sot në fuqi. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që me ndërhym sparimi pas institucionet fuqi plote dhe nëpërmjet ligjit buxhetit që është ligji më urgjent që duhet të sillet menjëherë nga qeveria e re dhe nga kuvendi i ri të aprovohet, nëpërmjet këtij ligji të buxhetit të parashifet edhe një paketë që me mbështet qytetarin e Republikës Kosovës, po në një farforme me marrë masat që me stagnu ose me ngadalësu rritjen e inflacionit. Po, kushtrim si të mbrojt konsumatori apo qytetari nga kjo rritje çmimeve, si duhet të qasen institucioneve? Edhe herën e kaluar themi kur ishin çështjet e ndërlidhura me rritjen e çmimit 16.1%, po pastaj që ndodhi procesi liberalizimit, pra në pjesën e 16.1-shit, ne si komuniteti biznesit për shembull e kemi kërkuar qeverisë të paktën tatimin për këto produktet esenciale, le ta pezulloj përkohësisht, tek mund se ka atë mundësi që të paktën të ketë një ndikim sado kudo, po nuk kishte një gatishmëri dhe nuk i kemi parë fare gatishmërinë institucionale për të gjendur qytetarëve, sepse kjo çështja e një veprimi siç është rritja e çmimit të energjisë ka këtë elementin zinxhiror, domthonë ne gjithë si komunitet kemi thonë që ka me pas ndikim të jashtëzakonshëm negativ në të gjithë sektorët dhe këto po vërtetohen tashmë siç i përmendi edhe zotëra Funa dhe po vërtetohen edhe me dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe fatkeqësia është se themi zinxhiri negativ nuk përfundon me kaq, për shkak se jo çdo vendim që merret që është edhe negativ në këtë rast e ka ndikimin e vet të menjëhershëm në gjithçka. Ka edhe të vazhdueshëm. Me sidomos tash kur jemi në këtë periudhën ku ZRE është ka i merr themi këto propozimet e reja për tarifat e reja të energjisë që sipas informatave të fundit aktuale që i kemi gjitha aktorët që janë përfshirë në sektorin energjetik në këtë rast kanë kërkuar rritje të hyrave të tyre që do të bie padyshim në kurrez të neve si qytetarë dhe si konsumatorë. Për më shumë informacione, mund të klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv, si dhe të vizitoni profilet e radio televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.